Abdullah ibn Zubejri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, përmendet se kishte një tokë ngjit me tokën e Muawijes, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Muawija ishte prisi i muslimanëve dhe kishte disa shërbëtor tek toka e tij, të cilët kishin zaptuar një pjesë të tokës së Abdullahut. Abdullahu i dërgon një letër Muawijes, i cili në atë kohë ndodhej pra në Sham, ndërkohë Abdullahu në Hijaz. I dërgon një letër ku i tregon se shërbëtorët kishin zaptuar një pjesë të tokës së tij dhe nëse nuk e lironin, pra do të ndiqte një formë tjetër që të merrnin vesh. Kur e lexon letrën Muawija, ja jep djalit të tij dhe i thot ta lexonte. Çfarë mendon? Djali i tha, mendoj, tha, të nisësh një ushtri, pra që fillon atje dhe mbaron këtu dhe të bish rahat prej tij. Muawija i tha, shikon, mendoj diçka ndryshe. Mendoj diçka tjetër. Mori një letër dhe shkruajti. Ndër gjërat që shkruajti, pra synonte kënaqësinë e tij, pra kjo tokë nuk është se duhet të jetë ajo shkaku për të larguar dhe për të umërzit vllai me vllain apo shoku me shokun. Dhe i thot, kam urdhëruar, dhe i kam thënë për të madhit Zot premtim, e kam urdhëruar që ajo tokë të bashkohet me tokën tënde. Dhe ata sklever, pra ose robër që ishin, thot të bashkohen me shërbëtorët e tjerë që ti ke. Kur e mori letrën Abdullahu, i kthen përgjigje. Nga shkrimi i parë që i thoshte, pra i drejtohej Muawije, shkrimi i dytë ishte në ndryshe. Dhe i drejtohet duke i thënë o prisi i besimtarëve. Dhe fjalët më të mira. Më pas e merr letrën Muawija dhe ja jep përsëri djalit të tij që ta lexonte. Kur e lexoi, i u çel në fytyrë. Atëherë Muawija i thot jep një mësim, pra që ta kishte parasysh në jetën e tij. I thot nëse të ndodh që sprovohesh me një situatë të tillë, pra me vepru me urtësi, me vepru me butësi, dhe kur nuk je i humbur. Vllai motra ime, kjo ngjarje përmendet për Muawijen, i cili ishte njëri tepër largpamës, tepër i mprehet dhe plot pra urtësi. Por ne duhet vetën të nxjerrim mësime nga ngjarje të tilla. Sot dëgjoj, vllai nuk flet me vllain sepse ka marrë një pjesë toke. Ndoshta padrejtisht, po a ke për ta marrë me vete atë tokë? Vllai nuk flet me motrën për shkaqe më të kotat. Dikush nuk flet me prindërit e tij. Për çfarë? Për punë dynjaje. Ke për ta marrë me vete? Jo, pasha Zotin. Këtu ka për të mbet. Kam për ta trashëguar të tjerët. Ndoshta 100 vite mund të përmendet emri. Hajt dy shekuj. Pastaj. Po ti fundja nuk do marrësh jo me vete. Për çfarë me u grind? Për çfarë me u zon? Për çfarë me shku deri tek vrasja? Ka pas raste, Zot na ruaj. Për çfarë? Dhe marrësh me vete? Jo. Tolero, fal. Wal afina anin nas. Dhe ata që ju falin pra fajet njerëzve. Vllai, motra ime, le të jemi më tolerus, le të falim të tjerët. Ne jemi në muajin e Ramazanit, muaj
ku secili prej nesh shpreson me u afru tek Zoti i qetësisë. Secili prej nesh do që të afrohet tek i madhi Zot. Atëherë, a nuk mendon që me e fal të afërmin tot, me pajtu, me e shtri dorën e pajtimit, sepse është fis, nuk bëhet gjaku uji, është fis. Dhe patjetër, fisi, rujtja e lidhjeve me ta, ka një rëndësi tepër të madhe në fenë tonë. Subhanallah, është e lidhme me arshin e Allahut lartësuar dhe është lutur. Pra o Zot, ruaj lidhjet me atë që i ruan lidhjet parafisnore. Dhe shkputi lidhjet me atë që i shkput lidhjet pra parafisnore. E lusë Allah në lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.